Përshëndetje miq, sot është një temë në lidhje me sekreti I frikshëm, por edhe I fuqishëm I universit tonë. Nëse jeni duke ndjekur këto video, sigurisht ju apasapi do të kuptoni që çdo gjë që ne kemi krijuar si në jetën e parë, por edhe tani për të cilën ju jeni duke dëgjuar këtë video, pra kërkoni të kuptoni atë se çfarë po ndodh me ju, të jeni të vëmendshëm në këtë video, për të cilën unë do ta ndaj në dy pjesë. Pjesën e parë do të tregoj pra kush është sekreti I frikshëm, por edhe I fuqishëm I universit, sepse kjo ju bën që të arrini të kuptoni atë për të cilën ju jeni duke dëgjuar këtë video. Ndërkohë dhe pjesën e dytë për të arritur atë që është mbi të gjitha fuqia e universit tonë, që do të thotë ku ne besojmë në vete dhe zgjedhim në fillim të arrim të duam veten tonë, ne do të arrim në bukurinë e fjalës se çfarë është të besosh. Dhe në këtë rast, duke vazhduar këtë video, unë do ta ndaj dhe do të filloj me pjesën e parë. Pjesën e parë dua të tregoj që të gjithë ne në jetën tonë, pra gjatë mishërimit të ardhur në këtë tokë, nga fëmijë e deri më tani, është që kemi krijuar një farë ideje, një farë kuptimi, mendime, dhe ndërkohë edhe tani që jeni në zimin tuaj të shpirtit, është që duke mësuar këtë sekret të frikshëm, por edhe pjesën e dytë të fuqishëm, do të kuptoni që çdo gjë do të jetë e lehtë për ju dhe ju do të arrini të shëroni gjithçka që ju shqetëson dhe ju keni dhimbje. Ajo që dua të tregoj është që është e vërtetë që ka diçka të frikshme në universin tonë dhe sigurisht që dhe gjithë ju, ashtu sikurse dhe unë e kemi ndjer në jetën e parë, ose edhe që jeni në fillim të procesit tuaj, që arrini nuk kuptoni se çfarë po ndodh me ju, ashtu sikurse edhe kur ishim në jetën e parë, ishte ajo që ne bënim çdo gjë, përpiqeshim për të arritur ëndrat tona, dëshirat tona, dhe përsëri ishte diçka e frikshme. Dhe si ta kuptoni, frikë në lidhje me marrëdhënien tuaj, frikë në lidhje me punën tuaj, frikë me sëmundjen tuaj, e të tjera me radhë. Gjithsesi, një gjë duhet të dimë që të gjithë ne, ku ne pranojmë ndryshimin, do të thotë që ne pranojmë të lidhemi me shpirtin tonë. Dhe kur ne lidhemi me shpirtin tonë, do të thotë që diçka me ne është bërë e vetëdijshme, dhe sigurisht që po, sepse gjatë gjithë eksperiencës së jetës ne besojmë se ky është edhe ajo që ne kemi ardhur në këtë tokë, pra në këtë univers, për të mësuar, për të krijuar dhe sigurisht dhe për të ndihmuar njëri tjetrin. Por çfarë ndodh është që a është kjo në të vërtetë rruga për të cilën ne kemi ndjekur dhe sot jemi këtu ku jemi dhe duke dëgjuar këtë video, që do të thotë kur ne pra bëhemi të vetëdijshëm, është që ne zgjohemi dhe në rrugëtimin tonë të zgjimit të shpirtit, që të gjithë ne, çfarëdo lloj niveli që të jeni, në fillim jeni në keni arritur diçka, pra jeni në proces, apo edhe në
ndriçimin tuaj, për të cilën është dhe kjo video, do të thotë që ju keni, pra punojmë fort. Dhe në këtë rast është ka të bëjmë atë që ne do të arrijmë pra të kuptojmë atë se çfarë ka ndodhur me ne dhe çfarë po ndodh me ne, dhe mbi të gjitha të kuptojmë që ne kërkojmë, pra vazhdojmë këtë proces për të arritur në ndriçimin tonë. Por pyetja është, dikush ju e keni dëgjuar që ndoshta meditoni me udhëzues apo dëgjoni video dhe ju thonë, ok, shikoni dritën ose pra duhet që me të vërtetë të arrijmë në ndriçime të tjera. Po pyetja është, çfarë është ndriçimi? Mësoni që edhe pse ne pra jemi në rrugëtimin tonë, duke ndjekur shpirtin, është që do të arrijmë pra hap pas hapi, duke ndjekur shpirtin dhe duke qenë të lidhur me veti, do të arrijmë në ndriçim. Dhe pyetja është, pra në lidhje me ndriçimin, që të gjithë të kuptoni atë që ka rëndësi. Ndriçimi nuk është se është ajo diçka që ne pra do të arrijmë ose do të bëhemi. Por është shënim, por është diçka që ne do gjatë rrugëtimit tonë do të kuptojmë. Pra shënim nuk është as që ne do të arrijmë diçka, as që do të bëhemi diçka, por është thjesht jemi ne, vetë ne, kjo qenie, ky trup, kjo dhjanë, ju, me trupin tuaj, me veten tuaj, që do të kuptoni atë për të cilën do ta shpjegoj më mirë në pjesën e dytë, pra në lidhje me çfarë ka ndodhur dhe rreth historisë që ka ndodhur, pra me një fjalë në lidhje me të kaluarën tonë, por edhe tani në këtë moment për të cilën ne jemi në zimin e shpirtit, dhe kjo është që është diçka e frikshme, sepse ne kemi hyrë në një rrugë të panjohur, por në të kohë do të na sjelli edhe në sekretin e fuqisë, pra të arritjes në veten tonë të lartë, pra në ndriçimin tonë. Gjithsesi, ndriçimi në vetvete për të gjithë ju, pra ka të bëj atë që ne do të kuptojmë nga ana, nga gjendja jonë e vetëdijes e ndërgjegjes, për të cilën që të gjithë ne, po kur të them që të gjithë, e kemi këtë aftësi. Dhe pyetja është, si ta di që kam këtë aftësi? Përgjigjja është, nëse ju keni vendosur që në këtë kohë, për të cilën jemi në një afat kohor të ri, nuk ka rëndësi se çfarë moshe jemi, ajo që duhet kuptoni është që ne jemi në një energji të shpejtë, që do të thotë të një rritje të ndërgjegjësimit të lartë, dhe kjo është që në çfarë gjendje jeni ju, të ndërgjegjësimit tuaj, pikërisht në këtë moment tani, dhe ndryshe quhet sa të ndriçuar ju jeni. Pse të ndriçuar? Sepse ne në vetvete jemi pjesë e këtij universi, dhe kur unë flas që është sekreti i frikshëm dhe i fuqishëm i universit, ne jemi po pjesë e këtij universit drejton energjinë, dhe ne jemi energji. Në vetvete ne jemi esencë, dritë. Pra ajo që kërkohet nga ne tani është që të kuptojmë që duke qenë se unë vetë jam pra ndriçues, dhe në këtë video unë do të shpjegoj një pjesë të asaj që unë kam arritur vetë, sepse ndriçimi ose sekreti i fuqishëm i universit është që është përjetësisht i pafundshëm në kuptimin e bukurisë së të panjohurës, që ndryshe do ta quani dhe magji. Pra universi ka me të vërtetë dhe bukurinë e magjisë, së krijimit të vazhdueshëm të rrjedhjes, pra jeta vetë është zhvillimi i vazhdueshëm i ndryshimeve kozmike për të cilën ndodhin pra në këtë univers, dhe ne jemi pjesë e universit, sepse dhe ne jemi energji, që do të thotë mendimet që ne kemi krijuar, sepse ka qenë vetëm në funksion të një kushtëzimi dhe
vetëm nga ana mendore, duke vepruar me 5 shisat, pra shikimin e dy syve, dëgjimin, nuhatjen, shijimin dhe prekjen, ndërkohë që me zimin e shpirtit, pra me atë që ju jeni bërë të vetëdijshëm, në fund të fundit, herët avon, ne do të lidhim, ne kemi shpirtin, se mos kishim shpirtin, ne nuk do të jetonim, dhe në këtë rast është ajo që selia e shpirtit ton është zemra, dhe kjo zemër është që ka dritën, drejtsimin, pra ka atë që ne jemi të mishëruar në këtë tokë, të krijuar nga krijesa, me këtë zemër që është neutrale, është astrale, pra është që ne marrim informacion nga gjithë universi jonë i bollshëm, dhe këtë ne e interpretojmë sepse jemi me frekuencë të lartë, pra me fjalë, me mendime. Dhe në këtë rast të kuptoni që ne gjatë procesit të zimit të shpirtit është që ne që të gjithë jemi duke vazhduar, duke ndjekur shpirtin, dhe në këtë moment që ne jemi, edhe pse kemi hyrë në një rrugë të panjohur, pra në një farë mënyre e frikshme për ne, sepse në jetën e parë ne ishim mësuar të merrim gjërat si nga të parët, prindrit, shkolla, sistemet e ndryshme, shoqëria, pra me një fjalë në sistemin ton, ku ne pra jemi rritur e tjera, ashtu sikurse është akoma, pra ne jemi në këtë, jetojmë në këtë realitet, ka të bëjmë me atë që kërkohet, pra në këtë rast, për të gjithë ne, kërkohet që ne duhet të shkëputemi dhe nga çdo gjë që nuk është e jona, pra nuk jemi ne, por që të arrim në këtë, ne duhet të rrisim vibracionet, që do të thotë ndjenjën tonë. Pra, deri tani, në jetën e parë, ne kemi punuar me mendjen, dhe mos ju çudi që dhe në fillim të procesit, duke mos e kuptuar që, sidomos për gjeneracën time, që dhe gjithë e ndjeni që kemi diçka që nuk shkon, dhe shpesh, duke qenë se ne jemi në një moshë madhore, pra mendoni, mund të jeni mbi moshën 45 vjeç, pa përjashtuar që ka dhe të rinj, por mosha 45 vjeç e lartë, pra e ndjejmë më shumë që këto energji, këto frekuenca të larta që kanë hyrë në këtë afat kohor, pra të një rritje të ndriçimit, të bukurisë së jetës, të vërtetësisë së jetës, ne e ndjejmë më shumë, dhe kjo është që mos u çudi që unë jam para jush dhe i shërbej që të gjithëve, pra nuk ka përjashtim, sepse jo vetëm ne, si gjeneraca e shekullit 20, kemi lëndime për arsye të afatit kohor që ishte në një nivel të ulët, ashtu e dinin, dhe sigurisht që dhe ne u rritëm me këta, por tani në këtë rrugëtim për të cilën është i frikshëm, dhe do të vazhdoj pse është i frikshëm, do të thotë që të gjithë ne do të vazhdojmë, pra të lëmë gjithçka, pra do të rrisim vibracionet që do të na bëjnë nga energji të ulta që janë në zorët e barkut, ne do të rritemi, pra do të krijojmë dridhjet tona, për të cilën me të vërtet na bën që ne të shkëputemi, pra me shënim, pa gjykuar dhe pa kritikuar atë se çfarë ne kemi kaluar. Pra nuk kemi pse gjykojmë, thjesht ne do ta lëmë atje ku ishte, se në fund të fundit është jeta jonë. Por pyetja është çfarë kërkojmë që të arrim në vibrimet tona. E para është shënim, ne duhet të heqim bashkangjitjen që ne kemi krijuar, pra që do të thotë ajo që ne kemi krijuar besimet tona, dhe besimet tona janë, mendimet tona janë ato që ne kemi krijuar dhe në këtë rast në lidhje me sigurinë, pra duke u bashkangjitur gjërave, ne jemi të sigurt, pra në jetë, dhe sigurisht mënyra si ne kemi krijuar besimet janë marrëdhëniet e ndryshme, qoftë me familjen, qoftë romantike, qoftë në punë, qoftë me shoqërinë e të tjera. Pra që të gjithë i dini, sepse në fund të fundit ne jetojmë, dhe duam apo nuk duam, ne i kemi këto lidhje, por mënyra se si ne shkojmë me njëri tjetrin
është varet nga ndriçimi jonë, pra nga kuptimi se si ne japim kuptim jetës, dhe e dyta, ajo që kërkohet nga ju është me të vërtetë që ne duhet, edhe sidomos në këtë afatkor për të cilën vetë toka mëm është në një cikël të ri dhe ne duke jetuar në këtë dhe ne jemi në një ndërgjegjësim të lartë për të cilën sot për sot në këtë moment që po flas globi jon është ndarë në dy realitete për jetoj paralel në një krah janë akoma njerëzit për të cilën pa e kuptuar pra vazhdojnë të flenë gjumë. Ndërkohë jeni dhe ju që ndiqni këto video që kërkoni dhe keni përfaqësuar ndryshimin që po ndodh në këtë kohë, sidomos në shekullin 21 dhe duke filluar në gati një dekadë që kemi kaluar, që kanë ardhur në tokën mëm frekuenca të larta, të pastra që i shërbejnë plot fuqisë ynore, pra fuqisë universit, që do të thotë që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës dhe kjo është një bekim dhe ndoshta jeni dhe ju mrekulli dhe jo ndoshta, po ju jeni nëse ndiqni këto video për të cilën në çfarë do lloj niveli që të jeni ju do të arrini në shërimin tuaj. Mësoni që ajo që është e frikshme, pra shënim e frikshme, por edhe e fuqishme në universin, pra në universin tonë, është që universi, pra kur them universi, ne jemi universi, a e quani univers, a e të nisni Zot, pra ekzistenca, qelli, toka, çdo gjë që ekziston në këtë jetë ku ne jemi tash për tash dhe marrim fryma është jeta, është fuqia e jetës, dhe të kuptoni që na kërkon, pra jemi të ftuar që ne të kuptojmë, pra kuptimin, pra universin afton, për të kuptuar që ne dhe të gjitha gjërat në jetën tonë, e dyta mbajni shënim, ne dhe të gjithë gjërat që ne kemi krijuar në jetën tonë. Ajo çfarë ne kemi kaluar, çfarë ka ndodhur me ne, dhe ndërkohë se çfarë njerëzimi, pra njerëzit e tjerë mendojnë për ne, shënim. Është e krijuar, pra është e ndërtuar në bazën e një integriteti nul, pra ne kemi në çfarë do lloj moshe që t'jeni, pra unë deri në moshën 57 vjeçe, sepse në këtë kohë u zgjova, unë kujtoja që unë po jetoja jetën. Në fakt, sepse kështu e dija, që jeta është kështu si është, pra si e keni kaluar, si e ndjeni, si e keni kaluar që të gjithë. Pra me probleme nga më të ndryshme, edhe në marrëdhënie romantike, qoftë dhe për gjëra të vogla. Gjithsesi, të kuptoni që kjo është që universi na tregon, çfarë ne kemi arritur deri tani është në integrim zero. Pra kjo është e frikshme. Dhe mos ju vi çudi që kemi frikë për që je në marrëdhënie, frikë se unë vetë punën, frikë se je i sëmur, frikë për çdo gjë, frikë se nuk arrin, do të nisësh diçka dhe kërkon rezultatin e të tjera, pra të kësaj natyre, me një fjalë ne nuk jetojmë, por ne mbijetojmë. Dhe kjo është frika, pra frikshmëria, sepse në fund të fundit e kemi krijuar ne si njerëz dhe sot në këtë realitet për të cilën ju shihni që ka pra kriza nga më të ndryshme, qoftë dhe lufta që po ndodhin kudo, që në këtë rritje të ndërgjegjësimit të lartë, në këtë kohë për të cilën ne kemi arritur, pra nga shekuj në shekuj, pra shpirtra që kanë jetuar më para dhe kanë kontribuar që ne jemi sot këtu ku jemi, pra në një rritje më të lartë, pra gjithmonë çdo gjë ndryshon, është që po shkatërrojnë. Sigurisht, dhe sidomos luftrat, a pranojt luftra, është diçka jashtë, pra është qytetarisë, jashtë civilizimit tonë, askush, që të gjithë jeni të ndërgjegjshëm, kush e kërkon luftën? Gjithsesi, asgjë nuk ndodh pa qëllim, sepse çdo gjë që po ndodh në këtë është sepse ka plasur që ne, ashtu si shpirti jonë na solli këtu, pra vjen një moment që shpirti çfarë kalon
do shpërthej dhe në këtë rast është zgjimi jonë. Pra kudo në çdo gjë që ndodh, është që ne si qenie njerëzore, universi na fton që çfarë kemi krijuar deri tani nuk është në integritet, pra zero. Dhe fakti është që çdo gjë është në krizë. Dhe është e frikshme. Pse? Sepse ne nuk e dim pra që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës. Tjetër, për ne, shënime dyta, pse është e frikshme, për ne për të cilën ne jemi në rrugën e ezimit të shpirtit, që të gjithë e dini që ndjeni si të utua, që pëndodh, që shpëndodh, dhe përpiqeni të kaloni me atë mendimet që ju keni krijuar, që keni marrë, me atë që keni mësuar, pra në këtë rast nga e kaluara, përpiqeni që të ktheheni, edhe pse shpirti juaj është i lidhur me energjinë. Pra ndjehet e frikshme, po gjithsesi duke qenë se ne shpirti jeton, ne kërkojmë të dalim nga kjo, pra ne punojmë fort dhe ne do të arrijmë në ndriçimin ton, është që të gjithë ne pranojmë ndryshime dhe duke pranuar këto ndryshime, çfarë ndodh me ne? Ne vim në një kuptim që krijojmë dhe vetë ne, pra dhe vetë ne në këtë moment në zgjimin e shpirtit, një kuptimin, pra kemi ndërtuar një kuptim neutral. Por çfarë do të thotë? Në qoftë se ne do të qëndrojmë, pra dhe ne me një situatë, pra në këtë kuptim që ne i kemi krijuar pra gjatë procesit neutral, pra okay, arrita diçka dhe tani do qëndroj, sigurisht edhe kjo është e frikshme. Pse? Sepse që të dyja nuk kanë, pra nuk japin efekt në lidhje me jetën tuaj, me drejtimin e jetës tuaj, pra nuk ka kuptim me jetën. Por, kur ne vazhdojmë, ndjekim të rrimet e shpirtit, vazhdojmë higjienën e shpirtit, vazhdojmë të ndjekim shpirtin tonë dhe jemi që të gjithë të ftuar, të gatshëm, sepse askujt nuk i preket liria, do të thotë që ne do të lidhemi dhe do të fillojmë të kuptojmë atë që quhet ndriçimi i vërtet i universit, pra në këtë rast sekreti i fuqishëm i universit, që ka të bëjë me atë që quhet pra ajo me të vërtet në lidhje me ne jemi një trup multidimensional, ose në metafizik të kuptojmë atë që kuptimi në vetvete, kuptimi pra fjala, si ta kuptojmë jetën në metafizik, është marrëdhënia midis dy lloj gjërave. Ndryshe mund ta quajmë dhe ligjin e dualitetit. Pra kudo në çdo lloj marrëdhënie, por edhe në natyrë, ju e dini, kemi ditën, kemi natën. Kemi kohë të ftohtë, kemi kohë të ngrohtë, kemi temperatura të larta, dhe sidomos në këtë kohë, ndoshta ju ndjeni. Këtu ku jam unë në këtë kohë çdo gjë e kam mbyllur, dhe pse e dua diellin, e dua ngrohtësinë e saj, sigurisht që e shoh dhe energjia e saj është komplet në trupin tim, por gjithsesi e ka krijuar natyra dhe ne do t'i pranojmë këto, dhe në këtë rast ku ne jemi të lidhur me diellin, ne dim vetë shpirti jonë na drejton ku shkojmë në hije, dhe çdo gjë ka krijuar krijesa, bile se edhe i keni vënë re dhe shpendët ose kafshët në kohë të nxehtë gjejnë atë, pra duan të freskohen dhe hijesin. Edhe është një mrekulli për të gjithë të shkrijuar për ju, për mua, gjithsesi të kuptojmë që kush është marrëdhënia midis dy gjërave, që të gjithë ne synojmë, kemi ëndra, kemi dëshira, dhe në këtë rast, çfarë ne në lidhje me shenjat e llojeve, çfarë ne synojmë, por dhe si e shprehim dhe si e nënkuptojmë. Për këtë që ta kuptoni më mirë, unë do t'i jap disa marrëdhënie në lidhje, pra shembuj në lidhje me atë që ta kuptoni më mirë, për atë se çfarë ka ndodhur në jetën tonë dhe si ne krijojmë një lloj historie për të cilën ne qëndrojmë me të kaluarën dhe humbasim të jetojmë kohën tani këtu. Është që ju të ndoshta keni patur prindër,
për të cilën pra ju kanë kërkuar më tepër se ç'duhet, nuk ka rëndësi, mund të ketë qenë pra ndoshta edhe të kanë keq trajtuar, po për marrë që kanë qenë një çik të fortë në kuptimin që kanë kërkuar më tepër se ty, për ty, dhe në këtë rast, pra e quajmë kujdes, por që ka kërkuar diçka më tepër se ty, pra ke patur një lloj marrëdhënie për të cilën veti e ke ndjerë që nuk e marr atë që do, dhe në këtë rast ke krijuar vetë atë që pra i ke dhënë kuptimin që nuk ke vlerë. Pra përderisa prindri po të gjykon në te tash ose po kërkon nga ty më tepër se ç'duhet, pra ti nuk ke vlerë, ke krijuar vetë këtë, pra një lloj ose ndryshe ke krijuar atë që prindrit nuk janë pra të mirë. Pra kuptimi që ti jep, pra ne që i kemi dhënë pra jetës tonë, me atë që ne pra krijuam vetë, pra ne si që njerëzore kemi krijuar gjithçka që jemi në këtë moment ku jemi, nuk ka rëndësi se si ndodheni, por ajo që është përderisa ne marrim frym, do të thotë që ne do të vazhdojmë pra të ndjekim rrugën, pra ne jetojmë dhe sigurisht është e drejta juaj, o do ju të zgjidhni dhimbje o ju do të ecni përpara. Gjithsesi, kjo është që çfarë bën duke pra në këtë rast edhe gjykon pra kuptimi juaj që ndoshta dhe prindrit e tu nuk janë mirë, dhe këtë marrëdhënie të pashëruar ne e marrim me vete, e kemi të krijuar në mënyrë të pavetëdijshme, sepse e krijuam ne, dhe këtë e marrim me vete gjatë eksperiencës së jetës tonë, për të cilën na sjell probleme gjatë jetës tonë. Pra sjell probleme dhe që të gjithë, për mua, për ju që jeni këtu, që jeni të vetëdijsuar, është marrëdhënia, është puna, është sëmundja, është biznesi juaj, pra çdo gjë, është dashuria juaj të kësaj natyre, se kjo është që jetojmë. Pra ky është universi, këto gjëra ndodhin në çdo moment ndodh një gjë. Unë jam i smur për shembull tani, nuk jam i smur, po marr shembull, por mbas 3 orësh mund të jetë mirë, njeri mund të jetë me tension e tjera, pavarësisht se çfarë përdorni, që të gjithë jeni unik, që të gjithë e dini se çfarë ku besoni, por gjithsesi ajo që duhet të kuptoni është në këtë rast ne kemi marrë me vete. Dhe për shembull ndoshta kemi qenë një prindër që si mamaja, si babai gënjeni njëri tjetrin dhe ti nuk e merrje atë, pra nuk shiheshe, pra nuk je dëgjuar, dhe çfarë ndodh me ne, pra në këtë rast, si shembull po e marr, që të gjithë jeni unik, që të gjithë e dini, që ne i themi vetes që unë jam i pavlefshëm. Dhe sigurisht, për sa kohë ne do të rrim me këtë që është në mënyrë të pavetëdijshme që e kemi krijuar ne, sigurisht që ne do të kemi probleme, ashtu si kemi patur, dhe që është një pjesë që flen gjumë, por ne do të ndërgjegjësohemi, ku ne ndërgjegjësohemi për këtë që kemi krijuar që unë jam i pavlefshëm, ne sigurisht do të shkëputemi nga ajo që ne nuk jemi vetja jonë, pra nuk është krijuar, se është vërtet që e krijuam ne, por ne e morëm nga mënyra se si prindrit apo sistemi apo shoqëria, me këdo që ne kemi marrë marrëdhënie, sepse në fund të fundit misioni i shpirtit se ne jetojmë është ne ndihmojmë, ndihmojmë nga prindri, pastaj fillon mëson gjatë jetës dhe gjatë rrugës së mësimit varet se nga kultura, nga sistemi, nga besimet që ne vetë krijojmë, në këtë rast i pavlefshëm, por edhe pra gjatë eksperiencës tonë në lidhje me marrëdhëniet që ne krijojmë, edhe nëse i kemi krijuar vetë, varet nga ajo që si ne ndjehemi. Pra e kemi marrë me vete këtë që unë nuk jam i vlefshëm dhe ta kërkoj tani vlefshmërinë me mënyrën që ne nuk dinim si ke të tjerët, dhe ndoshta edhe në lidhjen që ne bëjmë me marrëdhëniet, pra mund ta gjejmë dhe vetë, por kur ne jemi të lënduar, ne krijojmë dhe marrëdhënie të lëndueshme. Pra edhe kur janë ato gjëra si macja me miun, edhe pse nuk ndjehem për momentin, ato janë stresore në të ardhmen, dhe rezultati është që të gjithë e dini se ku ndodheni dhe si është situata juaj. Gjithsesi, të kuptoni që
për sa kohë ne nuk bëhemi të vetëdijshëm dhe prandaj është universi na fton që ne të lidhemi me veten tonë, të bëhemi të vetëdijshëm dhe kjo është që ne të reflektojmë. Tjetër është që të gjithë kemi marrë me vete, sidomos gjeneraca ime dhe vazhdon akoma, që burrat kanë këtë rrugë, gratë kanë këtë rrugë. Bile si u i shihni edhe në tonjza, nuk ka rëndësi ku besoni, është drejta juaj, por sidomos tani kanë që ndryshim, po përpara ishte burrat veç, gratë veç e të tjera më të tash. Çka ndodh? Ne këtë reflektim, ne pasqyrojmë këtë, pra ne e marrim me vete dhe reflektojmë në jetën tonë. Dhe sidomos gjeneraca ime, viteve 50, 60, 70, ne jemi mësuar që gruaja është do të përgjigjet burrit, do të bëjë gjithçka, e më tash, ndërkohë që në këtë kohë ne që të gjithë punojmë njësoj. Pra kudo bëjmë një lloj, si punon burri, punon dhe gruaja e të tjera. Pra kemi arritur në një nivel më të lartë në krahasim me çfarë ne kemi parë nga të parët tanë e tjera, ose që na shton, e krijove këtë familje, edhe nëse marrëdhënia nuk shkon mirë, pra edhe nëse divorcohesh dhe përsëri bashkohesh pa e shëruar veten, ti e kupton që përsëri marrëdhënia nuk është mirë. Pse? Sepse vazhdon të qëndrosh në një marrëdhënie për të cilën i ka humbur kuptimi, dhe sigurisht është ajo që duke qëndruar në këtë marrëdhënie, kjo do të vazhdoj deri në frymën e fundit të jetës, me idenë që gruaja ka këtë rrugë dhe në këtë rast ti përgjigjesh burrit. Por e shihni veten si ndodheni, që të gjithë jeni. A është kjo në këtë kohë e pranueshme? Kjo është që ne di që bëjmë njëri tjetrit, por jo me këto lloj gjykime, jo me këtë lloj besimi që ne kemi marrë me vete. Pra vetë kjo na tregon. Tjetër, duke qëndruar me këto, pra nëse ne qëndrojmë me këtë ngurtësim, sepse e kemi marrë me vete, dhe nuk pranojmë pra të ndryshojmë, këto bëjnë aq shumë të ngulitura sa më shumë ne, se ne rritemi, ne nuk jemi fëmijë, ne nuk jemi të rinj, këto gjëra gjatë kohës që jemi në rini, ne nuk i kuptojmë shumë se jemi të rinj dhe vazhdojmë, i lëshojmë. Po kur shpirti ka mësuar shumë nga eksperjenca, pra vjen një moment që shpirti plas. Dhe sigurisht që të gjithë i dini se çfarë pasojash keni, dhe sidomos për gjeneracën time e ndjen trupi juaj. Pra ju kujtoni se ju jeni në një moshë madhore dhe çdo gjë që ndjeni në trupin tuaj, pra që ndjeni ndoshta në zemër, ndoshta në organet tuaj, çfarë ju ndjeni, pra që kockat tuaj e tjera, ju kujtoni që janë të moshës, gaboni. Energjia nuk njeh moshë. Pra ne jemi energji, si brenda, pra në të dyja, pra qoftë në brendësi të trupit tonë, po edhe mendimet, fjalës, sjelljet, varësitë, zakonet janë energji. Pra si kemi ne këto? Si jemi ne me botën e jashtme? Si jemi ne vetë në brendësi të trupit tonë? Pra me një fjalë tjetër është që po kështu, pra që janë të vështira të lëshohen. Dhe këto quhen ndryshe dhe hijet mendore, sepse ne i kemi dhënë këtë kuptim se ishim të kushtëzuar me gjërat të vjetra të marra me shekuj dhe deri më sot. Dhe kjo është pra kërkon me të vërtetë që ne të ulemi pra në rreth universi, që çfarë ne kemi krijuar nuk është në integritetin e bukur të jetës, sepse jeta është në vazhdim. Tjetër shembull është, për shembull, unë si e krijova egon dhe si e krijova krenarin. Në kohën që isha në shkollë, sipër pra që në fillore me radhë, unë mora atë pra Diana, me të vërtet vazhdo kështu, pra në sy të klasës, që ti që ke e zgjuar, bile në sy të klasës, më në thoshë, wow, pas ka dal një nga familja X, pra sepse ne kemi qenë 6 fëmijë që ka e zgjuar, pra një ide që unë duhet isha një lloj si ti tjerë. A janë gishtat njësoj? Pra ne vim në këtë tokë me një datë të caktuar të lindjes, që të gjithë e dini, dhe ky është angjëlli juaj, data e ditëlindjes tuaj,
pra nga ana e numerologjisë, çfarë numri del në fund është ditëlindja juaj, është ajo që tregon që ju jeni angjëll në këtë tokë me këtë numër që ju ndihmon, që është dhe misioni dhe drejtimi i jetës tuaj. Gjithsesi këto gjëra ju i mësoni kur ju arrini në ndriçimin tuaj dhe prandaj jeni duke dëgjuar këtë video që do të thotë ndriçimi është kuptim. Kuptimi është besim. Por vazhdoj në shembull që të kuptoni, dhe në këtë rast Diana e mori me vete këtë si një kornizë që unë jam e zgjuar, pra edhe këtë e pasqyrova dhe në jetën time, pra me një ego, me një krenari, dhe mos ju vi çudi që kjo është sidomos për pjesën që drejtojnë në për qeveria apo edhe ajo që kemi krijuar vetë. Pra në lidhje me krenarin tuaj, sigurisht bashkangjitur me gjërat, pra me titullin, unë kam këtë shkollë, unë kam këtë marrëdhënie, unë kam këto fëmijë ose shife, sigurisht ne do të jemi krenar me familjen tonë, por jo krenari me atë që ne kemi krijuar në bazë të egos tonë, pra unë, pra me veten tonë, krenaria e bukurisë së vërtetësisë së jetës është ku ne jemi për të gjithë, dhe kjo është bukuria e jetës tonë, për të qenë të dashur pa kushte, pra atë inteligjencë që kam, jo ta përdor për vete, sigurisht që ne kontribojmë, ndihmojmë këtu, por çfarë është krijuar deri më sot që se ne jetojmë në këtë realitet, a është për lehtë? E lehtë për ne, sidomos për klasën e paprivilegjuar. Pse? Sepse krenaria, si dikur unë, për të cilën këtë krenari, këtë ego që kisha, kjo ishte që ne na dëmtoi marrëdhënien tonë, sepse që të dy ne kishim krijuar një krenari, dhe që të dy ne nuk lëshonin bam njëri bam tjetri, dhe si rezultat Diana kur arriti që u lidh me veten e vet, u lidha me shpirtin dhe fillova, për të cilën do ta tregoj në vazhdim, çfarë po ndodh me mua, çfarë ka ndodhur me mua, aty kuptova që unë isha e lënduar. Dhe kjo është që kur ne arrim që kuptojmë që jemi të lënduar dhe pranojmë të ndjekim shpirtin tonë, është ajo që ndodh me ne, pra sekreti frikshëm në universit, por gjatë rrugës ne arrim dhe sekretin e fuqishëm që ne arrim ne të kuptojmë gjithçka, çfarë ka ndodhur në jetën tonë, çfarë po ndodh dhe atë që bëjmë tani na çon në të ardhmen. Pra ne kemi krijuar, ku ne ndriçojmë, pra krijojmë kuptimin e vërtetë të jetës, ashtu si krijesa e ka krijuar, pra me vërtetësi ne arrim në ndriçimin tonë. Tjetër është për një pjesë nga ju, për shembull keni punuar në punë, edhe gjatë punës keni dhënë ide, dhe ju sigurisht ju rrisim në punë, dhe çfarë bëhet? Ne qëndrojmë në atë punë. Pra edhe që të gjithë e dini, edhe kjo është bëhet një diçka rutinë, jeta nuk ka atë bukurinë e saj, rrjedhshmërinë e saj në ndryshim. Tjetër është një pjesë nga ju, ndoshta qëndron në një marrëdhënie që ka mbaruar, po kur them ka mbaruar, dhe energjia juaj, pra sepse ju gjatë gjithë kohës keni punuar aq shumë, keni bërë aq shumë, sa energjia juaj është fitur. Dhe kjo si rezultati asaj që ke vlerësuar veten, ke qenë pa mjaftueshëm, dhe sigurisht duke qenë pa mjaftueshëm nuk ke frikë, pra se mos u mbasësh marrëdhënien, ke frikë se mos braktisesh, dhe tjetër edhe ndoshta jeni dhe të abuzuar, dhe prandaj nga kjo qëndroni edhe pse marrëdhënia ka mbaruar me ju. Gjithsesi që të gjitha këto janë që a ka zgjidhje, sigurisht që ka zgjidhje, dhe zgjidhja është ne a jemi gati, a jemi të gatshëm për të mësuar atë që universi na fton që të gjithëve në veten tonë, dhe kjo duke qenë të gatshëm, ne pas sapi ne nuk jemi vetëm, ne ndihmojmë, dhe sidomos në këtë kohë energjia është aq e lartë, e frekuencave të larta që kanë hyrë dhe po i shërbejnë globit tonë, tokës në mbar botën. Pra në këtë rast, dhe ju që po ndiqni këto video, që rezononi me Dianën, Diana nuk ju ndryshon, jeni ju që jeni
gati, ju do të arrini hap pas hap, ju do të rriteni dhe sigurisht do të arrini edhe në ndriqimin, se ky është qëllimi i zimit të shpirtit, që ne do të arrijmë në ndriqim. Pra ne do të kuptojmë atë se çfarë ka ndodhur me ne, dhe mbi të gjitha është që ne do të shkëputemi, e dyta, nga çdo gjë, pra nga format, nga modelet, nga çdo gjë që nuk na shërben, që nuk është e jona. Dhe kjo e treta do na sjellë ne që të kuptojmë lidhjen që ne kemi vetë me përreth, sepse ky është misioni i shpirtit, që ne jemi në kontakte, kështu rritemi. Fëmijë, në kopësht ne kemi njohim fëmijët në shkollë, e me radhë gjatë rritjes tonë, në punë të tjera, në marrëdhënie që krijonin në lidhje. Këto janë mësime që na mëson shpirtin dhe sigurisht ne do t'i mësojmë këto mësime dhe herë ta vonë tash ne lidhemi me shpirtin, por pyetja është përse do të prisni kohën e vonuar, kur në këtë kohë ju keni tani që është afati kohori, një ndërgjegjësimi të lartë, por të mos ngelur më në nivelin e pavë të dijes, por duke marrë atë se çfarë po ndodh me ju dhe duke bërë pyetje, ju do të krijoni, do të kuptoni si është marrëdhënia juaj, si është në lidhje me punën tuaj, me shëndetin tuaj, pra të gjitha këto, dhe këto bëhen vetëm atëherë kur ju jeni të gatshëm, kur ju shkëputeni nga çdo gjë që nuk është shërben, dhe ju do të krijoni, jo vetëm që do të kuptoni se si ishin para marrëdhëniet tuaja, sepse ne do të lëmë çdo gjë që nuk na shërben, që nuk është e jona, që nuk na shërben, që nuk na krijon atë rritjen tonë të energjisë, pra nga nivelet të ulta në veten tonë të lartë për të arritur në ndriçim, është që ne do të krijojmë lidhje të reja, ne do të krijojmë, do të lidhemi me njerëz të rinj, do të kemi pasion të ri e tjera, pra ose manifestim në lidhje me punën e tij. Pra, si thua, njëra derë mbyllet, 10 të tjera do të hapen sipas asaj që ju keni. Por që të kuptoni këtë, si do të arrihet, të mësoni një gjë, ajo që duhet të kuptojmë që të gjithë është që me të vërtet ne duhet të lëmë dorë, pra ne vetë do të ndryshojmë në kuptimin asaj që kuptimin që ne kemi krijuar, ne jemi alkimist, ne e transformojmë dhe prandaj quhet bezimi i shpirtit, sepse ne lidhemi me shpirtin, ne lidhemi me veten tonë, dhe kjo na bën që ne të ndryshojmë kuptimin e mendimeve, fjalëve, sjelljeve, zakoneve, varësive, ne i ndryshojmë këto dhe i krijojmë ato që ne na bëjnë mirë, pra ndjejmë emocionet tona që janë në zorët e barkut, që ndjeni në trup, dhe këto arrihen nëpërmjet formave të higjienës shpirtërore, ashtu si higjiena e shpirtit, dhe mbi të gjitha do të veprojmë, sepse siç u tregova, nëse ne do të rrimë gjërat që kemi mësuar nga e kaluara, siç është një pjesë që flen gjumë, ose dhe ju që jeni, pra keni arritur, keni bërë diçka, por është neutrale dhe nuk e dini se çfarë doni të vazhdoni në jetën tuaj, sigurisht që ka të bëjë me atë që ndjehet e frikshme. Por në momentin që ju filloni veproni dhe pyesni zemrën tuaj, sepse keni arritur, pra jeni lidhur me kuptimin e asaj, me veten tuaj, e doni procesin, e ndjeni që është diçka që për ju është më e lehtë, dhe në këtë rast që të gjithë jeni unik dhe do të krijoni atë pse shpirti ju solli këtu, pra do të veproni, pra universi dhe tani me të vërtetë do të hyj në pjesën e dytë, kush është fuqia, pra që ne mësojmë nga mësimet e universit, nga vërtetësia. Mësoni që universi, që të gjithë na thret ne dhe që kërkon që të arrijmë në fuqinë tonë, është ne do të shkëputemi nga çdo lloj lidhje që nuk na shërben. Dhe kujdes shënim, se dikush e merr kështu, kur lidhje do të thotë që sidomos e quajnë vetëm me marrëdhënien romantike. Çdo lloj lidhje është në punën tuaj, në marrëdhënien tuaj, qoftë dhe romantike, me familjen tuaj, me çdo gjë, me ato që shpirti jon ka patur kontakt, sepse ka qenë mësuesi tan, dhe mënyra se si ne kemi marrë këto mësime, kur ne jemi të pavetëdijshëm dhe bëjmë gjëra si i duan të tjerët, pra me vlerën e tyre, me çfarë, sigurisht ne nuk jemi në fuqinë tonë. Prandaj kjo është që ne duhet me të vërtetë shkëputemi nga çdo lloj lidhje, dhe kjo është
është që ne do të mësojmë se çfarë ne kemi, do ta lëmë të kaluarën pa gjykim, pa kritik, dhe ne do të lidhemi, do t'japim kuptimin e bukur gjatë procesit të shpirtit, asaj që zemra jonë dëshiron, atë që ne na bën që të ndjehemi të lumtur me veten tonë përreth, dhe ky është kuptimi që quhet bota e magjisë. Pra kjo është fuqia e mençurisë së universit, magjia, sepse çdo gjë është në zhvillim, çdo gjë është në ndryshim. Ju nuk mund atë që bën sot është për sot, nesër fillon diçka tjetër e re, dhe kjo është bukuria dhe është çelësi që ne ndryshojmë dhe ne arrijmë në ndriçimin tonë. Pra, me një fjalë, gjithçka që ne pranojmë të panjohurën dhe ecim apasapi, pra magjia, është që është çelësi i ndryshimit dhe ose i ndriçimit tuaj. Mësoni që të gjithë ne duhet të kuptojmë dy gjëra që kërkon universi nga ne. E para, çfarë ka ndodhur me ne, dhe e dyta, rreth historisë që ka ndodhur me ne. Shënim. Shumica e njerëzve që flen gjuhë, por dhe ne që jemi në proces në fillim, derisa arrim pra në atë që ndjesh mirë, është që ne qëndrojmë me atë se historinë, pra pjesa dërmuese qëndrojmë me historinë se çfarë ka ndodhur. Dhe kjo është që ne rrim me të kaluarën dhe duke mos e ditur se si të punojmë, kjo na bën që ne të mos arrim të ndriçojmë, mos arrim që të krijojmë të rrisim energjinë. Pra, si ta kuptoni që kërkohet që jo vetëm çfarë ka ndodhur me ju, pra me ne, por edhe përse ne duhet të dim dhe historinë përreth nesh, dhe jo vetëm të rrim me historinë përreth se çfarë ka ndodhur, po dhe me atë çfarë po ndodh. Përse? Le të themi që ju keni patur një prind ose bashkëshort për të cilën ju kanë abuzuar, ju kanë manipuluar, ju gënjejni të tjera, pra në këtë rast, dhe çfarë krijon ti si person, ti me kuptimin tënd ti kupton që ti po kontrollohesh, pra nuk je i lirë, pra e je sepse që të gjithë jetoni, dhe nëse këto gjëra nuk je i lirë. Dhe çfarë ndodh me ty, duke ditur që nuk je i lirë, ti krijon një pozicion për të shpëtuar dhe me të drejtë, sepse jeton. Por ajo që ne duhet të kuptojmë është që çfarë ndodh? Në këtë rast ti e kupton që prindi jot apo bashorti jot e kupton shumë mirë që po të kontrollon. Pra ajo që po ndodh është që ti e di që nuk je e lirë. Pra e di. Por çfarë ndodh? Kur ti fillon edhe bën çfarë rreth asaj që ka ndodhur. Ti fillon, ti vetë, pra kujdes, dhe kjo është që ne vuajmë, dhe kjo është që ne nuk ecim përpara dhe i bllokojmë energjitë. Është që ne i themi vetes, unë ndoshta nuk kam diçka me mua, nuk është mirë, jam gabim, ndoshta nuk jam i mjaftueshëm, ose nuk jam, me të vërtetë nuk e meritoj. Pra kjo është që e krijon, kujdes, ky është kuptimi që ne japim asaj çfarë ka ndodhur. Prandaj, gjitha bëhet që ne që të gjithë do të hyjmë në veten tonë, duke u lidhur me shpirtin tonë, me brendësinë tonë, pra duke qetësuar mendjen, sepse mendja nuk është e jona, pra është e krijuar nga ajo që ne si rezultat, jo vetëm për atë që ka ndodhur, por dhe shohim se çfarë historinë rreth asaj që ka ndodhur, duke i krijuar vetes tonë, pra këto gjëra që thash që nuk je i mjaftueshëm, edhe këtë e pasqyron. Prandaj, bukuria e fuqisë, e sekretit të fuqisë të universit, është jo vetëm ajo çfarë ka ndodhur, por edhe përreth asaj që ka ndodhur, sepse çfarë ndodh? Kur ju rrini vetëm me atë që thash me historinë, dhe edhe nëse një marrëdhënie është e divorcuar, dhe ti ecën gjatë procesit tënd, sepse je zgjuar, edhe një marrëdhënie që ju mund të jeni bashkë, mora marrëdhënie, po kështu është dhe për sëmundjen e tjera, ju do të qëndroni duke gjykuar veten që je i pamjaftueshëm, që nuk e meriton këtë, sigurisht ti nuk je në fuqinë tuaj. Dhe përderisa ju nuk jeni në fuqinë tuaj, ju nuk do të jeni kurrë
në bukurinë e jetës tuaj, ju kur nuk do të shërojni, ju kur, pra në çdo aspekt të jetës, për të patur një marrëdhënie të mirë, për të patur një shëndet të mirë, apo në çdo gjë. Prandaj, kjo është që ne jemi, dhe sidomos me zgjimin e shpirtit që jemi thirrur për të ndryshuar energjinë. Dhe sigurisht energjia transformohet, kur themi ndryshojmë, është që ne i ndryshojmë kuptimin e asaj që i kemi krijuar jetës tonë. Pra nëse ju qëndroni dhe e dini që marrëdhënia juaj nuk shkon mirë dhe qëndroni akoma, atë të rriqni, pra ju qëndroni me këtë lloj dhimbje dhe këtë të rrjek. Dhe mos kujto se do të arrish lumturi, në asnjë mënyrë, kur nuk do të arrihet. Prandaj lidhuni me veten tuaj dhe sa më shumë ne do të lidhemi me veten tuaj, sa më shumë ne ndryshojmë pra mënyrën e komunikimit, pra edhe atë që marrëdhënia, pret që tjetri të ndryshojë dhe nuk shef në veten tënde, sigurisht nuk ka rezultat dhe do të jetë e frikshme. Pra ky është sekreti i frikshëm i universit për të gjithë njerëzit që jetojnë me gjërat nga e kaluara. A ka humbur partneri, a fëmia, a je i sëmur, a je në një marrëdhënie që nuk shkon mirë e tjera. Gjithsesi, që të gjithë ne mund jemi të ftuar që të ndryshojmë kuptimin me qëllim që të arrijmë në ndriçim, duke ndier emocionet tona, duke transformuar hijet mendore të ngulitura, duke i krijuar në ato që na bën e mirë, ne do të arrijmë që të gjithë të bëni pyetje, çfarë doni të krijoni në jetën tuaj? Sepse nëse ju nuk bëni këtë pyetje se çfarë doni të krijoni në jetën tuaj, është marrëdhënia, është puna, është shëndeti juaj, sigurisht ju nuk do të arrini asgjë. Por nëse ju bëni këtë pyetje, ju do të arrini që të ndryshoni situatën për të cilën ndodheni, do të bëheni të ditur dhe kjo do të ndryshojë jetën tuaj. Pse? Sepse ju filloni të besoni në veten tuaj. Kur ju besoni në veten tuaj, ju besoni në mundësitë tuaja. Kur ju besoni në mundësitë tuaj, ju besoni në fuqinë tuaj. Kur ju besoni në fuqinë tuaj, ky është besimi. Kjo është e vërteta e besimit. Pra ju mund të luteni, ju mund të bëni çfarë të doni, është drejta juaj, sepse ne jemi fëmijë të universit, ne jemi fëmijë të Zotit që na ka dhuruar këtë tokë për të jetuar. Por nëse ju nuk rrisni ndridhjet tuaja, nëse ju nuk ndriçojeni në kuptimin e vërtetës për të bërë të ditur se çfarë ka ndodhur me ju dhe çfarë po ndodh me ju, dhe të mos jetoni në momentin prezencë dhe në fuqinë tuaj, ju lutem, ju do të vazhdoni të jetoni jetën, jetoni të mund, se po jetoni, sepse një ditë tash ne vim me datë caktuar, por do ikim me një ditë të pacaktuar, nuk e dim se kur do vdesim, por ju mbijetoni jetën. Kjo është bukuria që universi ka sekretin e frikshëm, por ka edhe sekretin e fuqisë. Këzitni ju frikën apo fuqinë? Dhe me mua mirupafshim deri në video tjetër.